Ne për ngjarjen e lindjes së Musës a.s. kemi folë në një ligjërat të veçantë ditën e Xuma, ndërsa sot do të shohëm një ngjarje të cilën Allahu xhaleshanhu e përmendën në surën Kehf, një sure që pejgamberi a.s. e preferoi të lexohet ditëve të Xumaja, dhe tha se ajo sure, nëse mësohet fillimi i saj përmendsh, do të jetë mbrojtje nga fitnët e Dejjalit. Dhe në këtë sure trajtohen disa tematika, 4 janë më kryesorët. Një prej tyre është trajtimi i ngjarjes së Musës a.s. me Hidrin, apo që ne në popullat e njohëm si Hëzri. Dhe prej në ajetin 60 deri në ajetin 82, Allahu xhaleshanhu në surën Kehf e trajton takimin e Musës a.s. me Hidrin. Hidri ishte një evlia, një rob i Allahu xhaleshanhu, të cilin Zoti e kishte pajisur me dituri. Por si erdh deri tek ngjarja apo takimi i këtyre dy detnave? Në fillim, në bazë të një hadithi që shënohet në koleksionet e hadithit, tregohet se pejgamberi a.s. ka thënë, në kohën e Musës a.s. pejgamberi Musa a.s. thotë e mbajti një fjalim para popullit. E mbajti një fjalim aq emocional sa që njerëzit shpirtnisht u kënaqën, e disa thot u lotun syt dhe u mahnitën prej atij fjalimit të bukur. Sa mirë foli Musa a.s. dhe sa i ditshëm ishte Musa a.s. Dhe si mos jetë Musa a.s. i ditur kur ai ishte kelamullah, ai i cili bisedon të drejt për zdrejti me Allahun xhaleshanhu. Gjithë pejgamberët tjerë kanë komunikuar me Zotin përmes melekut Xhibril, ndërsa i vetmi prej pejgamberëve që Allahu i foli drejt për zdrejti pa melekun Xhibril ishte Musa a.s. Dhe kur e mbajti atë fjalim të bukur, atë ligjërat prekse para popullit, një person në mesin e popullit i tha Musës a.s. Ja Musa, tha, a ka thot njeri më ditshëm se ti? A ka njeri që është më i mençur se ti? Musa a.s. tha, jo, nuk ka njeri më të mençur se unë. Dhe Allahu xhaleshanhu çdo herë te pejgamberët kur kanë bën ndonjë lëshim të vogël, më një herë Allahu xhaleshanhu i ka korrigjuar. Dhe këtu Musa a.s. boni një lëshim të vogël, kur tha se po unë jam njeri më i mençur. Dhe Allahu më një herë i ndërhyni. Tha, o Musa, nuk është e vërtetë se ti je më i mençur. Tha, o Allah, më fal, kush është më i mençur? Tha, do ta takosh thot një njeri të cilin do të shkosh thot në një udhtim dhe do ta marrësh thot me veti një peshk. Dhe kur do hunxhësh në një vend, ai peshku thot vetë do ktheje në ujë, edhe thot do formohet një udhë në atë ujë. Dhe kur ta shohësh atë vendin, ta dish se çfarë ti thot do zatekësh me atë njeri. E ai thot është më i mençur se ti. Dhe Musa a.s. më një herë u nis në udhtim. Po para se të mbrim se çka ndodhi pastaj, si u taku Musa a.s. me Hëzrin, me Hidrin, ne do të ndalemi pak disa çështje ti trajtojmë xhamatin ndërun. Fillimisht, Allahu xhaleshanhu nuk e don që një njeri të e ngrem vetveten më shumë se që duhet. Allahu xhaleshanhu po qoftë edhe pejgamber, nëse ai e ka ngrit vetveten me fjalë, Allahu më një herë e ka korrigjuar, ka thënë jo, që kjo sjellje nuk është e mirë. Musa a.s. e boni këtë çim, çka tha? Nuk ka tha njeri më i mençur se unë. Allahu xhaleshanhu çka na thot neve në Kur'an? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. E mbi çdo dishëm ka halama dishëm. Dhe çdo herë neve si musliman kur ta ofrohet diçka për ta trajtuar,
Prap në fund, gjithë hoxhallarët, gjithë ulemat, në fund çfarë kanë thonë? Allahu alem. Apo? Allahu alem. Allahu e din mas miri. Pse se ne nuk mund t'i dim krejta. Pa marrë parasysh sa një hoq t'i duket i mirë. Ai hoq nuk mund t'i dije krejta. Dhe ki hoq mund dije diçka ma shumë sa i hoqja tjetër. Ama dhe ai din dhe njëse që ki tjetëri nuk e din. Dhe thot nuk ka dikushi që i din krejta. Këtë hish një premendje se mund të kese njeri mbi rruzullin toksor, pa marrë sa parasysh sa djetari ma thë, mund t'jese djetari maj ma thëmbot. Ama dhe aj ka sende që nuk i din. Se dituria është deti pa fund. Dhe nëse dikush thot se këtë detin pa fund, unë mund t'a mleth me një vend, është gabim. Kështu që duhet ta kuptojmë se asë njëherë mos themi unë jo maj menqët se ti. Këtë zgudzojmë t'a thojmë asë njëherë. Nuk në lejohet neve si musliman të ngrejmë vetin mbi dika tjetër. Vetin të ngrejmë e tjetrin të ofendojmë. Kur të bëjmë muhabet me dikantin t'i themi ne dikujt rribet i se zdi, unë e di ma mirë. Kjo është tërbije e keqe. Kjo nuk ka sjellje e muslimanit. Kjo nuk ka sjellje e mirë. A i dini kush e ngre vetën mbi tjerët? Kush ishte i pari që vetën e ngriti mbi tjerët? Ishte iblisi, shejtani i mallkuar. Pse Allahu xhaleshanu e bani lanet shejtanin? Pse e bani iblisin të mallkuar? Se ai tha ene khairum min. Tha unë jo maj mirë se Ademi. Kur e krijoi Allahu xhaleshanu Ademin a.s. e kemi tregu këtë ngjarje. Dhe Allahu xhaleshanu i urdhnoi me laqet bin sejdë Ademit a.s. Dhe gjithë me laqet ran sejdë, iblisi nuk ra. Dhe Allah i tha, pse ti iblis nuk bjen sejdë? Tha, ene khajrun min. Unë tha jo maj mirë saj. E që kjo unë është defekt xhamat. Dhe këtë defekt, kur dikush e ngre vetën, ajo është një defekt që e ka pas iblisi, shejtani. E nëse ti, mas shumë ti brenda ditës, kur të bësh muhabet, veja ronë, veja veshin muhabetit tëndë, sa herë brenda ditës dhe thuish une. Dhe një institucion i cili ka bo analizë xhamat në bisedët telefonike, i kanë dëgju bisedët telefonike dhe e kanë vrejtë se cila fjalë është më shumë ti e përdorët nga mesi njerëzve. Njerëzit kur bëjnë muhabet, cilën fjalë e përdorin më shumë ti. A e dini cila fjalë ka dalë në fund më e përdorët për njerëzve? Fjala unë. Shumica e njerëzve brenda ditës mas shumë ti çka thojnë? Unë. Thot vetë. Si cili mendon se ajo është më i miri se tjetri. Unë di më shumë se ti. Unë jo më i mençët se ti. Unë krejt më shumë se ti. E që kjo është defekt. Kjo është defekt që ta shkatron edhe imanin. Andaj kujdes, mos bëhet kjo pjesë e mendjemadhësisë, e mendjemadhësia çon njerin shkatrim. Si që shoj edhe iblisin shkatrim, kur tha unë, jo maj mirë, tha se ki. E Allahu nuk e donë këtë tërbijet e muslimanët. Dhe Musa a.s. e korrigjoj Allahu xhaleshanu, kur tha unë, tha jo njeri maj ditëshëm. Allahu më njeri korrigjoj, tha jo Musa, ki muhabet nuk është muhabet i mirë. Ki laf nuk o laf i mirë, thuish unë jo maj menqë. Ka më të menqët se ti. Dhe këtu është dallimi në mes pejgamberëve, muslimanëve dhe të mallkuarve. Shejtani tha unë dhe kur e korrigjoi Allahu xhaleshanu ai nuk u pendu, nuk i ra pishmon, qëndroi këmbgulës te kufri vet. Ndërsa Musa a.s. më njëherë lipi falje. Musa a.s. më njëherë e pase o gabim, edhe me modesti tha, o Allah, tregon kush ai njeri më i mençët që unë shkoj të mësoj pi ati. Dhe xhamat, tjetër çfarë kuptojmë nga kjo ngjarje? Ajo çfarë kuptojmë se Musa a.s. ishte fol për tjetër se në atë nasihatin e vet, në atë dersin e vet, këshillet e veta, ishte fol për tjetër se saqë njerëzit u prekën shpirtnisht edhe në shpirt e ndjenat kënaqësinë e ligjëratës të Musës a.s. Për mesin e tyne njëri e boni një pyetje të kotë, një pyetje kote kotë. Tema ishte tjetër kund, a i boni pyetje, o Musa, a ka njeri ma të menqët se ti? Dhe thot, nuk ish muhabeti kërkundi asaj pyetje. E ndonjëherë pyetje e kotë, qënë tipët përgjigje e kotë.
Dhe shkaku i kësaj pyetjes kot që i erdhi Muses a.s. pa prit ajo pyetje, se tema ishte tjetër kund, ai nisën pyetën tjetër send. Edhe Musa a.s. dyqisht në mënyrë spontane e çoi t'i japë përgjigjet gabume. Po tha, unë jam më i mençur. Ndoshta Musa a.s. të kishte qenë tema tjetër kund, ndoshta ndryshe da analizojte. Po shife xhamat, pyetja e keqe, po në përgjigjet keqe. Andaj duhet jemi të kujdesshëm, gjithë muslimanët, kur të bëjmë pyetje, sidomos hoxhallar, duhet jemi të kujdesshëm çfarë pyetje bëjmë. Çfarë pyetje do parashtrosh? Jo të parashtrosh pyetje të kot. Nëse nasihati në atë mexhlis ku është të u bisedu dhe ka ardhur një hoxhën sa bërllëk, edhe tash ai hoxha kallzon të një nasihat, kallzon diçka interesant, e ti hoxho një pyetje kam. Ha, çfarë pyetje? Pikaije hoxho. Mu shpesh në ka bo vakin të një mexhlis që kështu, kam jo mundu ta jap një këshill si duhet, në bas për shtatjet mexhlisit, rast vdekje, ti ngushëllish njerëzit, t'u hap sabërllëk, edhe ti jep maksimumin që njerëzive t'u azbutish pak zemrët, edhe e përfundon, edhe tash mendo se të pyese dikush dhe se me vend. Hoxha tha, pikaije, çfarë ka lidhje kjo me atë çka fola me atë pikaije? Dhe thot, pyetje kot e kot, që se ka vendin aty. Shkojmë në haxh, njerëzit që ta shijojnë haxhin, sefte shkon ndoshta dikush në haxh, e nuk i dihat ai vjen rasti prap shkoje. Pyetja më e madhe që ka qenë, hoxho, si ta ndreqi telefonin? Hoxho, s'm punon internet, s'kam fol me shtëpies që ditë ditë. Hoxho, si është e Wi-Fi-ja? Një haxhi nuk bëni pyetje, hoxho, si ta përjetoj be haxhillokin, si ta bëj ma mirë tavafin, si ta bëj ma mirë haxhillokin, si ta bëj ma të kompletume, si mos bëj dëni gabim. Asnjë pyetje, 30 ditë asnjë nuk e bëni shket pyetje. Krejt pyetjet, hoxho, Wi-Fi-ja, hoxho, interneti, hoxho, telefoni. Që kjo? E që kjo është pyetje të kota. Andaj nuk është mirë xhamat të bësh pyetje pa lidhje. Nëse është mexhlisi i një teme, është se hoxha e fol për një temë, ka hi për shembull e trajton zekatin, dhe ai folën për zekatin, hoxha, a bën një pyetje, hajt kallzo. Hoxha, pse kllosa e ka bojën e shilt? Hajde ta shepi përgjigje kësaj. Hoxha, pse plepi rritet i nalt? Gjana të kota, gjana që të vinë tash atë kajsh atë qeshish, nuk e din çka të bësh në atë moment. E këto pyetjet e kota xhamat do prodhojnë pastaj përgjigjet kot. Andaj nëse nuk din çka të bësh pyetje, më mirë mos fol hiç. Më mirë hiç mos pyet. Se sa të bëhet mexhlis qesharak. Më mirë ose pyetje privat hoxha, ose kur dale jashtë, ose kur ta takosh dikundi, më mirë vetë, se kështu në mexhlis dënjani mendon se do e bëjë një pyetje të madhe, kur do e hapë gojën, në udhë billah. Xehli i madh, ignorancë e madhe. Andaj duhet t'i përshtatemi mexhlisit, duhet t'i përshtatësh ambientit, duhet t'i përshtatësh ku vendit ku je, dhe pyetjet t'i bësh në përshtatje me vendin ku je. Pra nëse e shes është një temë të u trajtu, lidhu me atë temë, e jo komplet të ndrysh temën. Folet për historia, i të pyetën pastaj gjeografia që. Ti fol për gjeografia, i të pyetën biologji. Po hoxha nuk është internacional, për çka ta pyetish? Hoxha si bën pyetje për psikologji, hoxha si bën pyetje për medicinë, hoxha si bën pyetje për politikë. Çka të tape për përgjigje hoxha përpara? Nuk bëhet çka të kujtohet ti na për mendje të bësh pyetje. Është qesharake, nuk është në rregull xhamat, andaj duhet me qenë të kujdesshëm në mexhlis, në vende ku të bëhen njerëzit se çfarë pyetjesh bëjnë. Dhe ky personi në kohën e Musës a.s. e boni një pyetje kot e kot. Duke fol Musa a.s. komplet tjetër se, ai bën pyetje kush është njeri më i mençur. S'ka lidhje me temën. Dhe pastaj u mor përgjigje e gabuar. Po ashtu e shohëm se Musa a.s. më njëherë e kërkoi se kush është njeri i mençur. Kur i tha Allahu xhaleshanuhu se është tha një njeri më i mençur se ti, një prej robëve të mi, të cilin e kam dallu me dituri që ti nuk e ke atë dije. Musa a.s. më njëherë u interesu kush është ai. Si mund ta zateke? Si mund shkojë ai dhe të marrë dije prej atij? Çfarë kuptojmë prej kësaj? Prej kësaj kuptojmë që njeri duhet ta zgjedhë një mësues të mirë. Njeri duhet ta zgjedhë një hoxh të cilit i beson
edhe duhet me atë konsultohet, sidomos për çështjet fetare. Pra, ta pyetish për çdo send që t'intereson në lidhje me fe. Dhe të mundohesh ato që ti marrësh si përgjigje, ti vendosh në praktik. Dhe Musa a.s. kur e pa se dikush o më i mençet saj, duhet t'ja pranosh. Ne shqiptarët e kemi një defekt xhamat. Ne kur nuk ja pranojmë tjetrit se është më i ditshëm se ne. Ne me kam me 8 vjeçare, dikush të vije me doktoratur, ne prap s'ja shkojmë llafin. Ne prap ne mbajmë fjalën. Selam atë mençin të fole. Ne mbajmë fjalimin. Po ndalëve se ka ardhur një njeri mençet, ka ardhur një njeri me shkollë, ka ardhur një njeri ditën. Lejnë në të fole diçka. Ne xhamat him me xhlis vin dëni hoxha, vin dëni profesor, krejt folin vetëm atit mençit si vjen rendit fole. Krejt folin vetëm atit si vjen rendit fole. E po çka është e kjo? Nuk kanë rregull. Kur shkosh me xhlis duhet jesh me tërbije. Jo, hajde unë tash të kallëzoj aty se dhe me këtitën i sen. Sicili mund të fole. Xhamat, sicili mund të fole. Ama jo sicili mund ta qelloje. Për të folë, dale prej goje lafe sa dush mund dalin. Ama për ta qëllu se çfarë duhet me u thanë se ne qëllon si cili. E dikush mendon se unë e vallat një sahat ati si kam lanë kur njanin të fole. Vetëm unë e kam folë. Dhe ki mendon se ka bë punë të madhe. A në fakt, ki vetëm se ka turpnu vetë. Kështu që kur shkosh me xhlis, nëse ka një hoxh, nëse ka një profesor, nëse ka një të ditshëm, leja në të folë ai. Leja fjallën, sepse mund të mësojsh dhe njëse. Ama ne kemi zët që alam fjallën dikujt. Unë e du të foli, ti mos fol. Po ti nuk di, unë e di, vetëm unë e di. Edhe si të njëse, 2 sahat si vinë rendi hoxhës të fole me xhlis. 2 sahat nuk i vinë rendi të fole. Pse? Gjahili tash e ka njës të kalzoj muhabetin historis vet prej në 60-ën e që ka konë, si ka konë, pim vaktu shtris, deri të ka dalë penzin, mora të kalzoj e fije për pejnë. Po i lodhën be njerëzit nuk ka nevoj qash intimet hinsh, dhe thotë në detajet imta. Kam shku në filan vendi, krevetin e kam pas në ushtri që kështu, në qebën e bojsha kështu, po kuj ti intereson a i muhabet pash zotë? Pse va lodhën kryen njerëzve me muhabetet kota? Vite generalin, gjashe gjims në afthirte, u qofshim, dilshim a gjepësh, kuj ti intereson ajo? Muhabet pa lidhje, buri 70 vjetëve muhabet pa lidhje. Duhet me pas kujdes çka folet xhamat. Folë një mësim, t'japsh mësim dikujt, t'japsh dije dikujt, t'japsh një përjetim dikujt, jo bezveze muhabete. E sot fatkeqësisht shkon dikushi nuk e ndal muhabetin, se lën edhe hoxhën kur shkon me xhlis të folë një këshill 5 minuta nuk e lën. Ai duhet të folë, sa ai pa qetër ta sose 3 sahat këtë ngjarjen si është. Kjo është defekt xhamat. Andaj duhet çdo herë ta pranojmë dijen pi qetrit. Dhe nëse është dikush më i ditshëm se ne, nuk është turp, nuk është mbarë të thush valla ki është më i ditshëm. Nuk ka mbarë. Allahu dijen e ka bërë shkallë. Mos mendo se ti je më i ditshëm i dunjas. Nëse unë e kam një dije, dikush ka më shumë dije, dhe këtë duhet ta pranosh. Po nëse ti mendon se vetëm ti di dhe qerës di kërkush, atëherë ti e ke një sindrom, një virus që është cilësi e iblisit, e shejtanit. Se vetëm shejtani mendon se ajo është më i miri se këtë. Qerët s'bëjnë kur gjanë. E kjo nuk është tabiat i mirë. Andaj nëse e ke një dije, ta dish se dikush ka më shumë dije. Dhe çdo herë ta dish se dikush din më shumë se ti. Musa a.s. ish pejgamber, Musa a.s. folte drejt për drejti me Allahun. Por Zoti ja boni me dije se ti din, ama ka dikush din ma shumë se ti. Po ashtu, Musa a.s. ish xhamat i vendosët që diturin t'i shkoje deri në fund. Dituris t'i shkoje deri në fund. Dhe jo të jeti luhatshëm. Shkoje ta shohë, ej, ka dhe me ta shohë gjithë thot ki. Po valla, kalzojni, s'mu duke interesant. Po lebe atë duket interesant ajo, shif përfitojsh. Ne nuk shikojmë ai ligjerusit, vindi dhe një hoxh, kalzojnë nasihat. Nuk e shikojmë çka thot, po ne shikojmë si e thot. Ne lodhmi me atë si e thot hoxha. Edhe pastaj komentet, asnjëri nuk thot se çka tha hoxha. Si cili e bën muhabet, si foli hoxha. Ish interesant, nuk ish interesant.
E kish zanin e nalt, e kish zanin e hunqt. Bërtit të shumë, nuk bërtit të hiq. E kish zanin e mledh, e kish zanin e shlum. E ne, po ta pyetish, po çka thaj, po se di. Pse shkon? Këm kam shkup filan hoxhe tribun, aune nuk vi këtu në shkoj të filan hoxha, a gje kishte tribun një hoxh për Shqipnije, tjetrin për Kosove. Ani, qka thaj hoxha për Shqipnije? Valla, interesant. Au, e sa interesant. Qka tha? Se di, valla, ma mirë folte. Po ti a lajmë ti ka ledzu, mirë folte, keq folte. Po ti shif qka mund të përfitësh prej asaj. Qka nëzore ti për asaj nasihatit. Qka more ti për ati dersi 30 minuta, 40 dhe vëndoven për t'i shmërin tante. A qitet të njëse, kur gjanë? Pse lodhësh atër? Pse lodhësh shkush dëri atje? Andaj gjema, duhet mundohemi të nxjerrim prej si cilit. Berem shkon se shkon lodhësh, mundoh qeq dë njëse. Jo në gjo 30 minuta, në gjo 40 minuta, shumë interesant, shumë mirë, qka tha, se di. Qka është ajo? Ajo është kot muhabet atër. Andaj, duhet mundohemi të jemi të vendost në marrjen e dijes dhe jo të bëhemi të luhatshëm, sepse një njeri që është i luhatshëm dije, ai s'në përfiton kur gjanë. Andaj inshallah taala, Allahut na e bëhet mundshme ne të jemi ata që do të shkojmë bas dijes. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu ishte shoku i pejgamberit alayhis salam. Ishte sahabe prej më të dallumve dhe kishku një ditë të një sahabi tjetër ta ngjoje një hadith. Po i kishin thonë është e pushu në drejk, është pak të flejt, prit pa. Edhe thot unë rash, edhe e ka prita 1 orë, 2 orë, Allahu alem. Edhe kur kish dalaj të dera, në Arabi e kini parasysh shkretin, pluhën, dhe Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu i shtrim atit për toke. Thot e kish mlu edhe dhevi, kur u qu, thot u shkun të trondja dheun atë pluhnin që ka i kish rop. Kur e pak i njeri tha, o Abdullah, po ti e gjali minqës pejgamberit alayhis salam, pse s'tha e unë thot dë vinshat e shpia jote? Pse s'tregove unë të kësha artë të ti? Pse unë mundove ti të vishtije alim, djetari madh, ti ka artë të une? Tha unë tha dë vinshat e ti? Jo, tha. Te dia tha duhet shkojsh, e dia tha nuk të vinë ty. E xhamat, kjo është një rregull i artë. Don dije, ti duhet shkojsh te dia. E dia nuk të vjen të shpia. E prandaj të shkojmë pas dijes, e inshallah Allahu Teala përmes dijes na ndryshoje gjendjen tonë, e inshallah në ligjëratat e ardhshme do të vazhdojmë të nxjerrim mësime nga jeta. Dhe sot inshallah Teala do mundohemi ta përmbyllim ligjëratën e djeshme ku tregu mësimet të cilët dalin nga takimi i Musës alayhis salam me Hidrin dhe pam vendosmërinë të cilin e pat Musa alayhis salam në lidhje me diturinë. Dhe thamë se besimtari musliman pa vendosmëri nuk mund të arrijë asgjë. Nëse një njeri nuk ka vendosmëri, nuk është i vendosët në rrugën të cilën e ka zgjedh, ai asaj rrugë asnjëherë nuk mund t'i dalë në fund. Prandaj, pa marrë parasysh, a bëhet fjalë për dituri, a bëhet fjalë për punë, a bëhet fjalë për një çështje tjetër, njeriu duhet të jetë i vendosët. Sidomos vendosmëria hala më tepër na nevojitet në çështjet e dinit, se ka plot njerëzit të cilët tash në Ramazan nxehen mbas ibadetit, mundojnë bëjnë ibadet, falu ditën, falu natën, falu teravit, falu namaznate, e kur të vije jashta Ramazanit, si të kaloje Bajrami, i len me namaznate, me namazdite dhe kur gjamo nuk falen. Pse? Se s'ka vendosmëri, nuk është i vendosët në ibadet, nuk është i vendosët në din, dhe ky person vazhdimisht ka luhatje, pak e nisën, pak e ndalën. Andaj, besimtari musliman nuk guxon të jetë në këtë mënyrë, por duhet të jetë i vendosët, kur ta marrë një hap, t'i dalë në fund të asaj. Një vajzë muslimane nuk guxon një ditë veshamin, një ditë hek, po duhet jetë e vendosët. Moment kur ta vendose, ajo duhet t'i qëndroje prapa asaj. Siç tha një herë pejgamberi alayhis salam, kur një sahabi shkoi të kërkoje këshill prej tij, çfarë i tha pejgamberi alayhis salam? Aminu billahi thumma istaqim. Tha besoje, tha Allahun, pastaj qëndro pas asaj. Pra, kur ta thush një fjalë, ti rish mbas fjalës të cilës i ke dalë Zot.
Një shembull për ta pasë si ishin dietarët e mëdhej në qëndrueshmërinë e tyre në fe, do ta përmendim një prej dietarëve të mëdhej islam, Ahmed ibn Hanbal radiallahu anhu. Ahmed ibn Hanbali, një prej dietarëve të mëdhej të këtij ummetit, e burgosën në burg për çështjen e qëndrimit të tij se Kur'ani nuk është i krijuar. Dhe për këtë fjalë ata e burgosën. Dhe Ahmed ibn Hanbali tha, nuk e kom dertha, nuk e kom gajle nëse rritha në burg, se tha arrita në burg, arrite shpia, tha së më vjen tha problem. Po edhe me vdek nuk e kom gajle, se nëse më vrasin, nëse më mbytin të në burg, shkoj tha shehit. Po asaj tha që i tremëm, asaj tha që i friksohëm, është tha kam gjiku. Kur njëherë në jetë nuk më hangër qitek, e dikush tash në burg të mbjere, të mshoje, tha që këtë tha nuk e di si dhe mund të përballoj. Dhe aty në burg ishte një njeri, se dë njëherë njeri edhe për njeri të keq, edhe për njeri gjunaqar mërë dë një mësim. Dhe aty në burg ishte një njeri, tha, o Ahmed ibn Hanbal, tha, shka është puna? Tha, po friksohëm, thot, prej kam gjikut, nëse dëm rahën. Tha, o djetar, tha, hiq më stanije, tha, mëse kje, tha, gajle. Unë, tha, me 100 herë, tha, më kam pru në burg, e më kanë shlu. Më kam pru, më kanë shlu, më kanë dhanë qytek, më kanë rehet, qka se më kanë bo? Di kam gjikët e parë, tha, kur dhe të binë, që ata, tha, jo matrant. Qere, tha, si ndije, tha. Ne të bina 50 kam gjika, 100 kam gjik, ditë parë tha jonë tranë, sa të zonë tha shpina, tha të adaptohet, qërë tha si bën mal. Dhe Ahmed ibn Hanbali thot që kjo fjallë thot ma letësoj shpirtin, ma letësoj zemrën, edhe thot kur morën thot të mrahën, thot me të vërtet, ato kam gjikët e tyne, nisën thot ke kishte gajle, mës boje vaki shkaku i qiteki ta ktheje fetfan, se ki për një fetfa, hindi në burg. Dhe kish frikë se ndoshta prej qitekit mës dendroje fetfan të thotë në regull, të thëmë si thojni ju, vetëm ndale qitekit. Ama jo. Këtu, prej që kësaj fjales, të ati njerit në burg që ish pianic, i dehet me alkohol, ama ja tha një mësim, djetarit matë të Irakut, Ahmed ibn Hanbalit, e mësoj një pun prej kujt, pini njerit burgit. Qka i thaj? Hiq më së mërzit, tha, di kam gjikët e parë, tha janë tranë tjere, tha s'di di këto ish. Edhe Ahmed ibn Hanbali thot që kjo fjalë më dha guxim. Edhe thot kur nisën thot të mradh me kam gjik, as nuk e kam bo mal thot se si më kanë mshu e sa më kanë re. Sa që ai personi që i mshojte, personi që e rrihte, thot me pas re thot me qeqat forcë elefantin thot deksha zru. Ama thot Ahmed ibn Hanbali thot nuk u dorzu. Shife çfarë qëndrueshmërie, çfarë qëndrimi ndaj sprovave, shkaku i një fjale. Pra ndaj xhamat, ata kanë qenë njerëz të cilët kur kanë thënë një fjalë dhe i kanë dhënë mbas. Dhe kjo lipët në fe të ish i qëndrueshëm, jo të ndrysh fjalët më njëherë, jo të ndrysh muhabetet më njëherë, por të rrish fjalës tënde deri në fund. Dhe i tillë ishte edhe Musa a.s. i cili e vendosi të shkoje pas hidrit deri në fund. Dhe kur u takun, tash Musa a.s. pasi e humbën pak rrugën, u kthyn edhe shkun e takun hidrin. Hidr do të thot i gjelbërt, apo gjelbrim. Pse i thoshin ati hidr? Se kur e zateki Musa a.s. në atë vendin ku ish hunxët, ish me tesha gjelbërta dhe thuhet se ki ku hunxte, niste u gjelbrofta i vendi. Dhe i dha selam. Tha selamu aleikum, që ta kuptojmë se selami ka qenë edhe të pejgamberët e përparshëm, nuk është vetëm tek ju umet. Hidri u habit, tha prej nga thot e populli jo tha selami, prej ka pas ka ardhur te ju thot selami, ka e din ti selamin? Tha unë jam tha pejgamberi Allahu, tha Musa a.s. O, tha mirë se ke ardhur. Unë tha e di thot se ti je pejgamber. Po thot Allahu ty thot ka dhënë dije që unë nuk e di, se ti thot fol direkt me Allahun, ti fol të drejt për drejti me Allahun, ti tu ka shpall Teurati dhe ti kje dije që unë se di. Ama tha, e në unë tha kom dije që ti tha nuk e din. Që kështu është jeta,
Çdo njeri din dënise që tjetri nuk e din. Tha, unë tha kom ardhë të bartha të fitoj prej dijes tande. Unë tha, do të bëhem nxënës si jot. A do më pranojsh të bëhem nxënës si jot? Çka i tha Hëzri? Hidri i tha, ti tha nuk do kesh sabër me mu. Se dija do sabër. 9 vjetë shkollë fillore, 4 vjetë shkollë e mesme, 4 vjetë fakultet, 2 magistratur, 2 doktoratur, shkon gjimë se jetës në shkollë. E për të mbridën i se, do sabër, nuk bëhet për një ditë shkolla. Do në shumë për të bëhë që ti të mund dështarish në fund. Dhe tha, ti tha s'dë kjesh sabër. Musa a.s. tha, inshallah tha dë kjem sabër. Do bëhem sabërli, vetëm tha, kom qef, tha, të vej të asho, qëfar dije kije ti? Sa Allahu ma bëni me dije se ti e njeri maj meqet se unë. E unë du të asho, qëfar dije kije ti? Kështu kanë qenë të përparshmit. Kur e kanë pa një dije, kanë shku e të dije, nuk kanë prit dija t'i vinja ati. Edhe qëfar ndodhë? Thot, do të lau, thot, vish me mu, ama mësë më pytish kur gja deri sa unë të kallzoj përgjigjen. Se ti thot të hec me mu dë shof sende të çuditshme. Ama thot mësë më thuj pse e bone ketë, pse e bone atë. Po unë thot kur të ta përgjigjen, qatë herë thot dhe marrë shdijen. Tha tamam, ama njeri dë njerë s'ka sabër xhamat, edhe pse pejgamber, po dë njerë njeri është i ngutshëm, bon pyetje para vakti. Edhe u nisën, edhe u dufte ta kalojnë një ujë. Hipën me një anije ato njerëzit që e kishin ata anijen, ato pronarët e anijes, e njifshin Hidrin. Dhe kur e pan, i than, hajde, hip pa pare. Nuk ka nevoj të paguish kur gja, se ne dim të i njeri mirë, hip në anije, nuk ka nevoj të paguish kur gja. Dhe i hipën pa pare. Dhe Hidri, duke qenë me Musën a.s. mor një hekur apo diçka, edhe ja theti anijen me një qosh. Ja theti disa drasa ja prishit. Musa a.s. tha, pse tha ja prisha anijen tyne? Pse tha pa prisha anijen? Këto tha na bon mirë, tha, ato na morën, tha, pa paret na qesin ka ona qitër, ti tha va then anijen. Tha, atë thash se s'ki e sabër të rish me mu. Më falë, tha. U guta, tamam. Më thash, prit, unë do të kallzoj përgjigjen. Ti tha, hala pa usos, më njerë pse? Ka dale. Edhe dolen në aton, dolen të hecin. Në rrugë, Hidri e pa një fëmi. Edhe mbytja të fëmi. Musa a.s. u habit krejt, çka jetë e botha? A je i vetë dishëm çka jetë e botha? Si mund të mbytish ta një fëmi? Çka të boni, tha, ki fëmija si e mbyte? Tha, atë thash se s'dë mund është bësh sabër me mu. Ti tha me mu se në rish, tha, s'ki e sabër, tha, për të ndetë. Po tha edhe një shansë, tha, nëse edhe njëherë do m'pytish, tha, mo, sosët mësimi për ty. Tamam, tha, edhe njëherë, tha, nëse foli, atër, tha, mësë më merë më mbas. 2 herë, më njëherë, Musa a.s. s'kish sabër, më njerë kallzom, qka puna, pse e bone? E kjo pse? Prit pak. Edhe shkuan me një katund. Shkuan ta i fshati, nder, i lutën që ti marin misafir, kur njani si pranoj misafir. A në atë ko ishte tradit, ishte adet, që nëse dikush vind të troket derën, duhet ta pranojsh misafirin. Ato krejt katundi as njani nuk i mor misafir. Dhe kur dolën prej qytetit, e pan se kërkush nuk i merr mbrenda, dolën në një skaj qytetit, e pan një mur i rëzum. Dhe Hidri e mor edhe e ndërtoj atë murin. Ato gurët që këshin ra, mor i ndërtoj. Musa a.s. prapo u nëzitu. Tha, pse be tha e vandreqen? Po e shebe tha sa njerëzit këshion këto. As njoni tha s'na mor mbrenda, as njoni tha nuk na tha hajde bujron, as njoni nuk na e qeli derën, a ti tha merë tha murin, tha vandreqen. Edhe atë pa pare, berem tha të kështë tha me pare, dhe të ndreqi këtë murin, të kishim tha dhe një fitim berem. Qka i tha Hidri? Tha, ha dha firaku bejni wa bejni. E që këtu tha dëndaf na unë e ti. S'ka më mësim për ty. E hupet mësimin. Tha, tamo, unë tha s'pas kam sabër të vim bas ty. Po tha, unë do t'i kallzoj, thot manan e që atyne që ti s'pat e sabër deri në fund të angjësh. Tha, qfar ke puna? Te rasti i parë, te anijen, tha, pse e theva?
se atë ujin thot që e ka përcym, në atë ujtin tha jënë disa njerëzi, është atë një udhëhec zullumqar. Ai tha çdo anije kur vin, kur e shes është anije e reje, anije e mirë, va merr njerëzive, va vjedhin anijet. Dhe unë tha ja theva disa drasa, që ai kur ta shohe se është e thyme, mos i jese me rak edhe të thotë hec. E kështu thot unë ja shputova anijen. Një 2-3 drasa ja theva, ama ja këm shputu anijen. Ama mos ja kësha thy, ai atëherë kur të ta shifte ai mbreti do t'ja mirë të kejt anijen. Edhe atëherë do shkojte në humbje. E unë thot ja shputova anijen. E thot tamam, unë thot unë nxitova, po pas ka qenë me vend. E dyta, ai fëmia kur du rritte, du bofte thot zullumqari keq. Du bofte thot një fëmijë i cili du bofte një pabesimtar, a babën e nanën i ka thot shumë të mirë. Po thot nëse ki thot du rritte, atëherë thot di prishte thot edhe babën e vet edhe nanën e vet. Kështu thot tu tre do shkojshin në xhenem, edhe ki djali, edhe baba e nana thot do shkojshin në xhenem. E unë thot e mbyta thot këtë fëmijë, që ki thot si fëmijë dhe shkojnë në xhenet, ajnë e baba e nana e ti që jënë besimtar të mirë, tha, dhe shkojnë në xhenet. E kështu thot të tre dhe jenë në xhenet, a thot ta këshalan, a i thot dhe u bofte zullumqar. Ma këtë dije, e kishte vetëm Hidri, nes mund të një fëmijë ta ndalim t'i bëjmë dhe një sen. Jo, por këtë dije e kishte vetëm Hidri, sa që edhe Musa a.s. nuk e dite çfarë dije është kjo. Tha kjo është e dyta. E treta, a i muri i rëzum, tha ndërat murin ka pasot një alton, një thes, një vorë apo diçka me alton. Dhe ai altoni thot ka kon i 2 jetimave. E thot nëse unë nuk e kisha ndreshët atë murin, njerëzit thot dhe ka përcejshin aty dhe dhe shifshin thot altonin dhe mirshin dhe ato jetimet pastaj kur do rritshin dhe ishin fukara. E unë thot e ndreqa që mëse shohë kërkush ka posh në temelin e vet, e ato djemë kur të rritën dhe prishin murin edhe dhe gjenë. E që kjo thot është dije të cilën Allah i thot ma ka mësu mu, e ti thot nuk e dit, e ti thot nuk pate sabër. Dhe unë dajte. Të ania, Musa a.s. duke ndejt me Hidrin, thot duke kaluat ujin zbriti një shpend, një zok, edhe piu uj prej detit. Dhe Hidri i tha, kjo tha ujin që e piu, zogu, thot në krahasim atë ujin që e ka deti, thot qashtu thot është ajo dia jeme, thot e ne jotja, në krahasim me dijen e Allahut. Ne mendojmë se dim shumë. Hidri e Musa a.s. kanë qenë tudi njerëzit më të mençur të kohës vetë ndoshta. Çfarë kallzon këtu? Se dituria Allahut është e pakufishme. Ti sa dush me dit, Allahu Gjeleshanu është i gjithdijshëm. Dhe këtu u përfundu takimi i Musës a.s. me Hidrin. Dhe tha pejgamberi a.s. në një hadith, tha Allahu tha e mëshiroft Musën a.s. Të kish ban, thot edhe pak sabër, dhe këshim mësu, thot hala, thot prej këti takimit. Hala dhe këshim pa dhe njëse i ma interesante. Po thot Musa a.s. nuk pa thot qatë shumë durim, sa që të mundet ta përbaloje takimin me Hidrin. Dia, tham do sabër. Dituria, kur të shkojsh të mësojsh të dikushi, duhet të kesh sabër. Nëse njeriu nuk ka durim, vind deri në ndoshta dhe idhnimin e atij për i cilit mëson. Jo rastisht përpara i kanë respektu nxënësit arsimtarët e vet. Talebët i kanë respektu hoxhallarët e vet, sepse ka fitu dije prej atij. Ka mësu diçka për jetën prej atij. Dhe ai i cili ti qel syt, atë nuk guxon ti ta nënçmojsh, ta ofendojsh. Nuk guxon nxënësi ta ofendojë mësuesit. Nuk guxon nxënësi ta përqeshë mësuesin. Nuk guxon nxënësi tallët me arsimtarin e vet. Kjo nuk është tërbia e muslimanit. Kjo nuk është tërbia që duhet ta kese një musliman. Ama sot fatkeqësisht edukata është në nivelin e duhet. Sot nuk sheh respekt në për shkolla, nuk sheh respekt në për mektebe. Pse? Nga shkaku se prindërit aq shumë i kanë lazru fëmijët e vet, sa që tolerojnë që t'ju hipin fëmijët edhe mbi krye.
edhe përsëri thot hajt ndash se i vogël. Ai ka po 20 vjet gjajti thot ala i vogël është. Po be i vogël tash ka nis keqe. I vogël ka na 20 vjet 18 vjet. E mas andaj kur do del, ai pasi se respekton babën e vet, nanën e çon të kërlek, hiç as nuk e shtin tefter bilat. E tash kur të shkoj te shkolla, normal se respekton as arsimtarin, as punëtorin, as kërkandin. E kjo tregon për mangësinë e edukatës. Bile edhe kur dikush i pastaj don t'ja edukojë atë vlat, kur arsimtari don t'ja bëjë tërbije, i thotë, më mangus fëmin. Mos e po thehet se pijami e ka atë fëmin, si t'ja prejkeni gisht e po thehet. E pasi frikër se po të thehet fëmija me një të folme, me një të përtitme, atër Zotit ta dhasht hajrin me ta. Po, jeta është e gjatë. Nuk ka vetëm fëmi, se nësa i sot si fëmi nuk ka sjellje ndaj teje, nuk ka tërbije ndaj teje, nuk ka edukat ndaj teje, kur sot si 10 vjeçar nuk merr dorë, çka pret ai kur t'i bëhet 30 vjet? Çka pret bëhet ai kur t'i bëhet 40? Atëherë prej tash bone një jetë vetëm shifet e cili dom dëshkosh, te cila shtëpi e pleçve dikundi ma afër bere. Prej tash bone hazër. Ma si s'dita edukosh, lese nuk e edukon, po shkon edhe zihësh me arsimtarët atje kur ti bërtet fëmis. E përpara, prindët kur e qojshin fëmin me këtep, hoqo, nëse s'ri urt, nëse s'bot tërbije, fut janë shpull. Prindët që ashtu, sot, ta bije fëmin, hoqo, dhe ta ama ljoshko më se prek, mos e po thejet, kjo është i plastikët, si ti bish edhe ma ketë copët i prishët. E tash, hoqa më se preke, arsimtari më se preke, kujshia s'ta duron, kush dhe ta edukojë ti? Miru ti ta me atë vlat. Ama jo, unë e zdu të mirë me ka, ama kërkush më si bërtase. E valla ti e duron, ama dikush s'ta duron. Pra ndaj, edukoje fëmin, sa s'ta ka eduku dikush me mënyrat ma të këshia. Inshallah Teala, të jemi prej muslimanve të cilët do të mundohemi të arim të dija, të kemi dituri, të mësojmë, të lexojmë, se pa dije nuk ka përparim, pa lexim nuk ka përparim, nuk ka popull në botë që ka përparu pa lexim. Këtë hiç një prej krye. Inshallah Teala të jemi umet i leximit. Allahu na tha neve në Kur'an, ikre, lexo, ama fatkeqësisht hala s'kemi nis lexojmë. Që 1400 vjet ka zbrit kjo lexo, ama që 1400 vjet hala shumica nuk lexojmë. Inshallah Teala ta ndryshojmë këtë, të fillojmë me lexim, të mësojmë, të përparojmë. Inshallah Allah Teala na bëhet mundshme të marrim prej tërbijes pejgamberëve, prej jetës së tyre dhe të edukohemi me sjelljen e pejgamberëve dhe me këtë e përfundojmë këtë ligjërat. Inshallah Teala Allahu na këtë pranuar gjitha ibadetet dhe inshallah Teala në ligjëratet e ardhshme të Ramazanit të ardhshëm do të jemi përsëri në mësimet dhe dobit të cilët i nxjerrim nga jeta e njerëzve më të mirë mbi rrugën toksor pejgamberët e Allahut. Subhanallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.